Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashikimin e ditës së sotme, si ditë e martë, një ditë mjaft e rëndësishme për nga ana planetare dhe këndet që bëjmë planetet. Është një ditë që ka një rëndësi të veçantë në ekonomi, stabilizime dhe takime apo aplikime që mund të bëni, për ju që keni në diasporë, për ju që keni të bëni ndryshim pune, ndryshim dhe vendbanimesh akoma në shumë drejtime ka të bëjnë shumë. Për arsye sepse kjo ditë e martë është një ditë mjaft e rëndësishme në lidhje me takime, sepse i gjashtë këndës që bën mërkuri nga peshqit me uranin në dem. Ky kënd na jep mundësinë të mendojmë pastër, kthjellët për atë që duam të bëjmë nesër, është shumë e qartë. Kemi një ndikim shumë të mirë në lidhje me disa çështje ekonomike, disa transakcione që kemi pasur probleme në ekonomi, mund t'i rregullojmë në bisedime me bankat, në çështje që kanë të bëjnë nga një takim shumë i rëndësishëm para disa kohëve, por nuk u realizua puna apo diçka që prisnit pikërisht nga dita e sotme, tutje gjërat janë shumë pozitive. Por megjithatë ka të bëjnë edhe me disa ndikime në lidhje me ditën e sotme nga dreka pozitive në blerje, në produkte shumë të rëndësishme si juve keni ose doni të bëni, dhe është një ditë mjaft e rëndësishme për nga ana ekonomike, por edhe gjërat e tjera që diktojnë. Por mundësit janë shumë të mëdha dhe nga ana tjetër që mund të themi në lidhje me punën tonë, në lidhje me stabilizimet dhe konkretizimin e gjërave të mëdha. Por le të hedhim një sy busullës astrologjike çfarë na mëson dhe çfarë duhet të bëjmë më tepër. Ja ku jemi këtu, kemi ndikimet më të mëdha. Kemi një hënë tek peshqit që na mëson se si dhe çfarë do të bëjmë tani e tutje për nisma të reja. Në shenjën e dashit, po shikoni një grumbull planetar që na jep mundësinë, siç është Saturni, siç është Marsi, siç është Neptuni, është afër dita edhe shumë gjëra të tjera që ka të bëjnë në anën tjetër, sepse Urani në një farë mënyrë na ndikon dhe ndryshon shumë gjëra, por Jupiteri në gafore na mëson të jemi më vigjilent për gjërat ekonomike financiare dhe për çështjet që duhet bëjmë. E gjithë ndikimit dhe favorizimet që kanë bëjnë. Po cilat nga shenjat vallë për ditën e sotme janë shumë të favorizuara, janë shenjat e tokës, nuk diskutohet. Kemi shenjën e Demi, sepse afërdita në shtëpinë e vet ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshime të mëdha. Kemi në anën tjetër, kemi ndikimin e Virgjëreshës, ku Virgjëresha na jep mundësinë në kohën e duhur, sepse ka një kënd shumë të mirë që bën tek peshqit me hënën tek peshqit, por gjithashtu kemi dhe Britsjapin ku mundësitë janë shumë të mëdha. Kemi shenjat e ujit gjithashtu, kemi të shenjës e peshqit sepse hëna ndikohet në shenjën e peshqeve, por kemi akrepët në krahun tjetër që na mëson se çfarë dhe ku duhet të bëjmë kujdes në gjërat të rëndësishme, akrepët të dhjetëdhjetit të tretë që kanë një ndikim shumë të mirë e tepër pozitiv. Gafore nga ana tjetër, kemi një ndikim sepse lidhet dhe me Jupiterin, po Jupiterin në trekëndës që bën me afërditën, por dhe në krahun tjetër me Plutonin që ndodhet në shenjën e ujorit, na jep mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çdo lloj problemi që neve kemi apo duam të zgjidhim. Dita e sotme shuat gjithashtu për takime të rëndësishme, apo juve që jeni në pritje për marrjen e dokumentit të rëndësishëm, për juve që jeni në diasporë për marrjen e një shtëpie, po e prisni një gjë të tillë, edhe në shtetet të ndryshme që varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni dhe kështu me radhë. Tani le të hedhim një sy 12 shenjave zodiakale, çfarë na mësojnë edhe ku do të bëjmë kujdes. E fillojmë me shenjën e parë që do të thotë shenja e dashit. Për juve të kësaj shenje, miqtë e mi, keni disa mundësi të arta, por ajo që do të veçoj shenjë zjarri, shumë planetet e juve, por dhe një barë e rënd që keni pasur para disa kohëve, që keni zgjidhur problemet juve keni pasur, çështjet nga më madhore që keni pasur në anën tuaj, por vjen një moment tani, një moment gëzimi, një moment triumfi në fushën e karrierës suaj, një padrejtësi që është bërë para disa viteve, duket se përfitoni nga tani e tutje. Është koha juaj, është momenti juaj, është periudha më e artë që ndonjëherë në aspektin ekonomiko-financiar, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje, por gjithashtu është një ndryshim që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Nëse keni të bëni për një blerje, bisedojeni sot nga ora 12 deri në orën 16:30, që është një orë shumë e rëndësishme për juve të shenjës së dashit, për gjithë shenjat e zjarrit, por juve pikërisht e keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi zgjidhjen dhe çështjeve nga më madhoret në fushën tuaj të ekonomisë dhe jo vetëm. Në çështjet e dashurisë, këtu pak a shumë mundoni që t'i zgjidhni gjërat se keni lënë pak pas dore. Lidhjet afatgjatë, sepse kjo lidhet me çështje nga më madhore që keni pasur, sidomos me peshore, me gafore dhe me Britsjap të dhjetëdhjetit parë, është një mundësi mjaft e mirë dhe shumë pozitive. Madje është koha juaj, është momenti juaj që të nisni diçka. Për ju që jeni në diasporë dhe doni që të keni një bashkim familjar,
shikojni nga dita e sotme e në vazhdim do më kujtoni, sepse këto ditët që kanë ngelur tani e tutje janë në ndikimin më të madh, sepse kjo ditë e martë ka një ndikim shumë të madh në bazë të planeteve në 2 javët që do vinë, prandaj i keni të gjitha mundësitë dhe çështjet më madhore që do keni në raste konkret tuajin, momentet janë tani për të zhvilluar, ndryshuar gjithçka që juve doni dhe kërkoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e Demit. Dëm të dashur, nëse keni pasur probleme me punën, probleme me persona të ndryshëm në ekonomi apo ku diun. Mirë është sot më shumë të dëgjoni se sa të flisni. Është një periudhë mjaft e mirë për juve të shenjës së tokës, sepse i keni të gjitha mundësitë mbi disa takime që do të bëni, por takimet janë më të rëndësishme dhe të volitshme, duke filluar nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 13:05, është një harë kohor shumë i mirë, sepse ndikimi i afërditës, guvernatori juaj në shtëpinë tuaj ka një ndikim shumë të madh, por me qenë se edhe nga tani gjënën, po tani do dëgjoni horoskopin, pastaj do vazhdoni të bëni veprimet që doni, sepse ora tani shënon 7:37 minuta, që do thotë mundësi, do thotë rëndësi dhe kohën e duhur në gjërat që kërkoni. Megjithatë, është një moment mjaft mirë dhe shumë pozitiv. Për juve që jeni në diasporë, për juve që keni të bëni me udhëtimet nga një shtet në shtet tjetër, nga një vend tjetër, sepse prisin disa dokumenta për tu pajisur, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani, ose marrni një pasaportë për juve që jeni edhe në Shqipërinë tonë të dashur, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë pozitive mbi ndryshimet që do të keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse është edhe periudha që tani që ndodhin gjërat nga më madhore që juve keni, ose keni pasur disa problema të vogla, por i keni të zgjidhshme. Dhe ditë që i tretë është shumë i favorizuar, sepse nga një problem që kanë pasur në ekonomi, ose një problem që në lidhje me bankën, duke se e rregullojnë, sepse juve vetveti jeni regulatori i ekonomisë në çështjet madhore që keni, në çështjet ekonomike financiare, në bisedime dhe veprime që do të keni, por është dhe koha më e mirë e mundshme tani e tutje. Prandaj nuk e heq asnjë përse kësaj dite, shfrytëzojeni në maksimum se keni për të kujtuar për sa i përket gjërave të mëdha që do të keni. Një blerje, nuk është se do ta merrni sot ose s'ka. Prisni pak, sepse gjërat janë krejt ndryshe nga që mendohet, por është favori, është ajo që juve keni dhe doni në mundësi të mira dhe vazhdimsi të arta. Në çështjet shpirtërore të 30 ditë të shenjës së Demit, ka një mundësi shumë të mirë, sidomos një problem që keni pasur me peshore të 10 ditë të tretë, duke se tani e zgjidhni. Por bashkim familjar, për juve që prisni diçka të tillë dhe keni mundësinë dhe kohën e duhur për marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur që keni me akrep të 10 ditë të parë, me dash të 10 ditë të tretë që është perfektja, por vetjeta është me peshk. Prandaj mos i lini pas dore, vini veshin se gjërat janë ndryshe, ose prisni një pasardhës, është koha tani. Është momenti më i mirë, më i duhuri për gjithçka juve ju intereson. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndikimit, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, duket se dita e sotme, edhe pse është një ditë me rëndësi të veçantë në lidhje me komunikimin. Mërkuri nga njëra anë ndikon dhe ndihmon në fusha të ndryshme të punës suaj, lidhje me një rritje në detyrë. Edhe pse do flitet shumë, edhe përflitet në gjëra të mëdha që do të keni, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Sepse sipas ndikimeve dhe mundësive të arta që juve keni në fushën e karrierës suaj, edhe një nga momentet më të mira që do të keni në fushën e biznesit, është koha dhe gjërat janë mjaft pozitive. Tepër jo nuk është momentale ajo që ka prisni juve se keni dhe çështje të rëndësishme, por kjo periudhë është periudha juaj. Është momenti, është ajo që dua të realizoj dhe të kuptoj në fushën e biznesit. Në çështjet që lidhen me dhjetëdiçi i parë i shenjës suaj, ka të bëjnë shumë sepse binjakët nisin një rrugtim të ri drejt ekonomisë dhe roli drejtues. Është një moment shumë i mirë tani. Nga tani e tutje, do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrihet fal mundësive dhe zyrtarisë dhe maturisë suaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, edhe pse me pak vështirësi, por jeni drejt përfundimit të vështirësive, drejt realizimit të një plani shumë të rëndësishëm afatgjatë në ekonomi, në familje dhe jo vetëm. Ka diçka shumë të madhe sepse nga një udhëtim që do të bëni e prisni këtë udhëtim dhe kjo është mundësia dhe momenti më i artë që ka të bëjnë 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë, shumë i favorizuar, por do thoni juve po 10 ditë që dytë, Jorgo, se ti nuk e përmend. Aty ku nuk i referohem, domethënë një 10 ditë nuk do të thotë që është problem, por do të thotë që janë stabilizuar. Kurse 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë ka pasur shumë probleme dhe shumë çështje ekonomike
të lëna pezull, prandaj dhe e them këtë gjë që të kuptoni pak astrologji. Në anën tjetër, kemi të bëjmë shumë ndikime të mëdha në fushën e dashurisë. Kjo është diçka shumë e madhe. Një problem që keni pasur juve të shenjës së binjakëve e keni pasur me ujor të 10 ditë të parë, duke se e keni të zgjidhur. Me luan është momenti i duhur për të pajtuar nëse keni pasur debate. Është një moment shumë i mirë, sidomos mbasditja, mbas orës 16 e tutje, gjërat janë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive. Prandaj bini pas, mos me lini pas dore, sepse disa gjëra janë në fushën e ndryshimeve dhe të takimeve të mira dhe pozitive në vazhdimsi. Do shkojmë tek shenja e radhës, si do thot shenja e gafores. Përsa përket gaforeve, me qëse gaforet tani për tani, jo se nisi një punë të re dhe nuk e bëtisin, por arsye ekonomike, sepse ndryshe ju taksin, ndryshe firmosni dokumenta dhe nuk ka përparuar atë ku duhet, por vjen një moment tani nga një dokument shumë i rëndësishëm, kur të tjerët e shikojnë në fund, dhe juve ju trokasin për të përfunduar një çështje të lënë peso. Kjo do thot biznes, kjo do thot ekonomi, kjo do thot zhbllokimi i një çështje ekonomike. Është një mundësi shumë e mirë tani e tutje. Miqtë mi të dashur të shenjës së gafores, e keni mundësinë. Gaforet janë, mbeten. Dhe gaforet gjithmonë ka një mundësi të artë në anën e tyre, por gjithsesi 10 diçi i tretë i shenjës së gaforeve duket se ka një mundësi shumë mirë, një bashkim firmash ose çështjet që kanë bëjnë me shenja të ndryshme në punën e tyre, siç janë me bricap, siç janë me dëm të 10 diçit të parë dhe siç janë dhe me peshore të 10 diçit të tretë. Ka një mundësi shumë të mirë përsa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të arta që vinë drejt jush. Ndikimet që kanë bëjnë dhe mundësi të mira që jepen në fushën e biznesit, në fushën e karrierës suaj dhe të ekonomisë. Është stabilizimi, ka filluar qysh dje mbasdite, edhe në vazhdim, deri nga fundi i muajit pothuajse, i keni të gjitha mundësitë për të nisur diçka të re drejt punës suaj, karrierës suaj dhe stabilizimit të punës suaj. Në fushën e dashurisë, 10 diçi i parë, 10 diçi i tretë është shumë i favorizuar dhe tepër perfekt në zhvillime të reja që do të ketë në lidhje me bashkim familjar, sidomos është me ujor të 10 diçit parë, me peshor të 10 diçit që është perfektja, nuk e diskutoj, por keni kujdes me dash, mos e lini pas dore, sepse dashuria s'ka kufi, por nga ndonjëherë mos e lëjmë që të jetë në vetmi. Prandaj shikojeni gjërat, është koha, është momenti dhe mundësitë të arta që vinë drejt jush dhe kjo është koha më e mirë e mundshme mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të keni. Do shkojmë tek shenja e radhës, si do thot Luani. Luan të dashur, zakonisht shenjat e zjarrit, pikërisht shenja juaj, sepse shenja e zjarrit është dashje, por është shigjetari, por juve jeni të veçantë. Jeni të veçantë në fushën e karrierës suaj. Jeni të veçantë në lidhje me zhvillimet edhe kohën e duhur që juve keni tani e tutje. Është momenti, është periudha, është ajo që unë stabilizoj, unë dua dhe ndryshoj. Kjo është një anë shumë e mirë, edhe pse do jeni si përmarrës në një biznesi shumë të rëndësishëm që mund t'ju ofrohet si ofertë shumë e rëndësishme në ekonomi. Mund ta pranoni në disa gjërat vogla, të shikoni mirë në detaje dhe nëse ata e pranojnë ashtu siç juve dëshironi, pse jo, mund ta realizoni. Por ata jo se ju e keni të domosdoshme. Nuk e diskutoj që çdo njeri, një punë të dytë e ka më se të domosdoshme për ta realizuar diçka të rëndësishme. Po vjen një moment tani, një moment që vërtet kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe shumë rrezatuese në fushën ekonomike financiare, në fushën e ndryshimeve të mëdha që keni, por dhe mundësitë të arta që vinë drejt jush. Është një kohë që përparon, një kohë që realizoni çështjet e lëna pezull në ekonominë tuaj. Megjithatë, duket se në një kredi ose keni plane për të marrë në një kredi, duket se tani është momenti juaj, është ajo periudha që vërtet dua ndryshoj, rregulloj, stabilizoj dhe në ndikimin më të madh unë kam mundësinë, thonë juve, për të stabilizuar gjithçka dua. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të 10 diçit parë, me dëm të 10 diçit tretë që është perfektja, por dhe me peshk është vetjeta, sepse duke pasur parasysh me peshk sidomos tani në këtë periudhë, që është periudha më e mirë e mundshme tërë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk janë realizuar për më përpara, por tani është koha, është momenti, është periudha që juve keni gjithçka në dorë. Në çështjet e dashurisë, duket se me ujor të 10 diçit parë është vetjeta, edhe pse ju duket me shenjë ajri, por shenjat e ajrit nganjëherë japin atë frymën e së ardhmes e të dashurisë së vërtet dhe ndikimet që ju e keni është mundësia tani. Sidomos edhe me shigjetarët e 10 diçit të tretë, është një mundësi shumë e mirë tani e tutje për të zgjidhur shumë gjëra të lëna pezull, shumë gjëra në problematika të ndryshme që mund të keni pasur. Është momenti juaj, është ajo çka dua, ajo çka ëndërroj e bëj realitet një të ardhmet afërt, duke filluar nga dita e sotme. Pra kemi shumë gjëra, shumë ndryshime dhe ndikime. Prandaj juve të shenjës së Luanit të 10 diçit të dytë, nëse keni të bëni
bëni një udhëtim, edhe pse mund të shtyhet, mund të ketë shtyre për arsye të personit që mund të shkojnë atje nuk do ta gjeni dhe mund të marrë një farë kohe, por kjo është një anë e mirë sepse nuk e bëni rrugën bosh, nuk dhe harxhimet apo kohën e humbur. Prandaj është një moment mjaft i mirë për juve dhe shikoni sepse keni shumë gjëra në jetën tuaj në vazhdimsi dhe në ndikime të mëdha. Në fushën e dashurisë duket se bashkim familjar ka të bëjnë shumë me dem, edhe pse keni probleme demi jo në çështje të dokumentacioneve, sepse dokumentat mund t'i realizojnë ose mund t'i bëjnë tani e tutje, por koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe do të shikoni shumë gjëra dhe surpriza brenda kësaj jave. Duke filluar nga dita e sotme keni ndikime shumë të mira. Do shkojmë tek shenja e radhës që do thotë virgjëresha. Për sa i përket virgjëreshave, çfarë ndodh me virgjëreshat? Virgjëreshat duket se në fakt e kanë një mundësi të artë tani. Pak të koklavitura kanë qenë ditët e kaluara, sepse ndryshe ju thanë, ju taksën shumë gjëra, por nuk u realizuan. Por gjithsesi, juve dini shumë mirë edhe në planet që keni, të vetmi në anën zodiakale, në 12 anët zodiakale, juve keni një plan B gjithmonë dhe nuk ngeleni bosh. Keni mundësinë dhe ajo që juve keni atë zgjuarsinë dhe maturinë e brendshme, që çdo gjë që bëni, e bëni të planifikuar dhe dini shumë mirë dhe i përmbani asaj çfarë thoni në vetveten tuaj dhe nuk e tregoni ose nuk e ekspozoni. Kjo është diçka shumë e madhe. Prandaj jeni të fituar dhe prandaj flitet gjithmonë që aromat e mira janë shishe të vogla. Këtë e keni dhe prandaj unë e them. Në rastin konkret tjetër, edhe pse do të bëhet një ofertë pikërisht të këto ditë, duke filluar me ditën e sotme, prisni pak, sepse kjo oferta është pak me spec, pak me sybet. Do thosha unë, arsyeja, në lidhje duke pasur parasysh X e Y ku di unë në fushën e punës suaj dhe ju thotë që me qenë se një ofertë pune do merrni 3 lekë ku do të vini, por ai 3 lekë nuk ta merrni kurrë, sepse din që jeni lokomotiv pune, e din që çfarë bëni juve, por në anën tjetër mundohuni që ti thoni një fjalë të rëndësishme, ndoshta mbase është e mundur ta realizojmë. Sepse kjo që ndikon është në lidhje me këtë. Jo thotë ju shikoj një herë se çfarë do të hysh dhe ku do të ndalojmë. Një diçka që ata u afrojnë vetë dhe ju thon pastaj që do ta rregullojmë, nuk lidhet fare me atë çka juve kërkoni. Prandaj rishikojeni edhe një herë sepse do dini të fituar në fund dhe ata kanë të domosdoshme dhe jo juve. Është një mundësi shumë e mirë tani. Është një mundësi mjaft pozitive. Është reale në atë çka doni të bëni sepse virgjëreshat gjithmonë janë një hap para sa çfarë ndodh. Në fushën e dashurisë duket se me dashtë dhe dishit parë, me shikitarët dhe dishit është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorja dashura duket se tani për tani, disa gjëra që mund të mos jenë ashtu siç duhet, është një moment mjaft i mirë në lidhje me takimet, bisedime të ndryshme që do të keni, një çështje ligjore, një problem i vogël që keni pasur do ketë shtyrje dhe pushim çështje nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim kjo mund ndodhin dhe jashtë në diasporë ku keni një gëzim shumë të madh të familjen tuaj. Miqtë mirë të kësaj shenje, do më kujtoni dhe shikoni, është koha juaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë dhe kjo ju bën që të ndjeni superior, ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni, atë çka doni dhe ku doni të shkoni. Ndikimet janë favorite në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luantët dhe dishit parë, me peshkët dhe dishit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrep të dashur, nëse juve keni pasur dhe keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare, në lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme. Lidhje bisedime që kanë të bëjnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit. Por gjithashtu është një moment mjaft i mirë. Momenti i artë, them unë, në ekonomi, mbi stabilizimet dhe konkretizimet e lidhjeve të punës dhe të çështjeve madhore që do të keni, është një ndryshim i vogël mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që dua ta bëj. E keni mundësinë dhe e realizoni me sukses. Puna juaj do duket në plan të parë me çështjet që juve keni dhe djersa juaj nuk shkon dëm. Edhe pse do të keni një rritje në detyrë, një rritje rroge nëse bëhet fjalë, është e mundur, por merrni mos riskoni që të dilni aty ku doni juve me forcën tuaj, por e keni në genin tuaj, në ADN-n tuaj që juve të jeni të fituar sepse i bëni zmetin. Jo, nuk ua falin të tretët, prandaj keni kujdes të këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me luantë dhe dishit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shiqetari.
Shqiptarët tani e tutje sado që me vonesë apo me çështje kanë pasur në ekonomi, kanë pasur me problematika të ndryshme me bankat, kanë pasur gjëra që nuk i kanë realizuar dot akoma. Tani për tani është një mundësi jeni drejt një rrugtimi të ri në biznesin tuaj, në punën tuaj, në karrierën tuaj, sepse kjo është karriera, kjo është mundësia, kjo është ajo ndikimi më i madh që juve keni në fusha të ndryshme të jetës suaj dhe të mundësive. Momenti dhe koha do që juve të jeni shumë korrekt me ekonominë tuaj. Momenti më të mirë që juve keni dhe çështjet janë më të stabilizuara dhe më të kërkuara në fushën e biznesit tuaj, të karrierës suaj. Në çështjet që lidhen me anën e biznesit dhe të punës suaj është një mundësi shumë e mirë, sepse një lajm që mund ta merrni këto ditë, një lajm shumë të mirë, një lajm pune, një lajm karriere, një lajm që ndryshoni, rregulloni, stabilizoni gjërat e juaja në fushën tuaj të biznesit. Në çështjet shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçka të parë, me luante dhe diçka të që shpeshfeqja, me peshk është vetjeta dhe ka një periudhë mjaft të mirë dhe tepër të ndikuar pozitivisht në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Besatë të dashur, erdhi koha dhe momenti, erdhi periudha ku çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe garancisë suaj. Një nga momentet më të mira, më të arta që keni në punën tuaj, keni atë çka jam, atë ku dua të shkoj. Çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal punës, fal mundësive të arta që juve keni, sepse duke pasur parasysh jo se ka një ndikim që nuk bëhet ose nuk realizohet në anën ekonomike financiare. Moralizohen që çka më the, sepse ju a kanë nevojën, nuk i keni nevojën. Një nga ndikimet më të mëdha, atë që do t'ju thosha për ditën e sotme miqtë e mi të shenjës së britsapëve, nëse keni për bërë një blerje dhe e keni paran, i keni të gjitha, është vetëm çështje dokumentacioni. Mirë është të rishikoni edhe një herë në përgjithësi. Të pini një kafe, të rrini, mos bëni asgjë për sa përket kësaj çështje. Bëni nga nesër tutje, jo se është ditë e martë, nuk ka lidhje me këtë, por ka lidhje me disa gjëra të tjera që do dalin gjatë rrugës në favorin tuaj. Prandaj prisni edhe pak edhe çështje orësh, sepse duke filluar nga ora 12:10 deri të nesërme në orën 4, në orën 16, një har kohor të ndikimeve shumë të mëdha që do të thotë me Saturnin, se Saturni në trekëndësh me Plutonin dhe me Uranin jep një mundësi të ardhë në atë çka juve keni dhe dëshironi. Prandaj ua them që rishikojeni edhe pak dhe do dilni aty ku dëshironi, sepse statistikat dhe ndryshimet e mëdha që kanë bëjnë për juve janë shumë të mira, shumë pozitive dhe mund të përfitoni dhe një në anën ekonomike të çështjet bankare dhe me të drejtën tuaj do dilni fitimtar, sepse është koha juaj. Është ajo çka keni, çka doni të realizoni. Prandaj mos u nxitoni në blerje të rëndësishme, se janë për të ardhmen dhe jo për të tashmen. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjë, të 10 ditësh parë sidomos ka indikim shumë të mirë në lidhje me këto gjëra, duket se britsjap peshore, britsjap gafore është aja dhe zhëja. Por në anën tjetër, kemi me dashtë dhe diçit të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, dhe ndryshimet që kanë të bëjnë, mundësi të arta që vinë drejt jush, është një kohë përcaktuese dhe ndryshimi më i madh që ka të bëjnë në ekonomi dhe në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për nisma të reja dhe momente të arta në këtë aspekt, sepse çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën bashkim familjar ose ndryshimet të mëdha që vinë, ka të bëjnë me virgjëresh dhe me dashtë dhe diçitar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Çfarë ndodh me ujorët? Ujorët do duket se nga njëra anë nisin një punë të re, plus këta që kanë, nuk ju del llogaria për arsye kohe. Kjo nuk është për fajin tuaj, por gjatë rrugës ndryshuan shumë gjëra. Dhe kjo është më se lehtë që të bisedoni me personat që keni biseduar qysh në fillimet e herës, përsa përket kontratës, përsa përket asaj çka është, asaj çka duhet. Dhe momenti i duhur që është tani, është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment. Është momenti më i mirë dhe më pozitivi. Edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Janë disa çështje madhore që mund t'i zgjidhni. Ekonomia, ndryshimi, marrje vendime të rëndësishme, po ujorët gjithmonë janë dhe mbeten shenjat më ndikuese dhe më pozitive të zodiakut dhe keni mundësinë në lidhje me stabilizimin ekonomik. Në çështjet e dashurisë, duket se me gaforet e 10 ditësh parë, me akrepët e 10 ditësh të tretë, është një kohë shumë e mirë e tepër pozitive, pse jo, mund t'i rregulloni dhe t'i stabilizoni. Por një dokument që ju keni në diasporë, një problematik ligjore, duket se e fitoni dhe e prisni gjë të tillë dhe është momenti juaj, është koha më ideale e qëndoj një herë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve.
Peshë të dashur, duket se dita e sotme mbart me vete ndryshime, takime, bisedime, mundësi të arta. Dhe intuita juaj nuk gabon kollaj. Keni një mundësi shumë të mirë, sepse para 2 javë keni pasur disa probleme me çështjet ligjore ose me punën tuaj. Edhe pse u stërfol atëherë që juve do bëni ndryshime, juve do keni këtë, do keni atë, asgjë s'është bërë nga ajo kohë. Por mos harrojmë, sepse tani vitet e fundit, që keni pasur një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet e financave ose të bisedimeve që keni pasur në raste konkret tuaj, por duke filluar nga dita e sotme, me ndikimin e hënës së shenjën tuaj, ju jep një mundësi të art, ajo çka keni me punën tuaj aktuale. Një burim të ardhës të dyta është më së mundur të ndodhi, është më së mundur të realizohet. Bini pas nga dita e sotme, por një gjë ju thot Jorgo Pulla, mos u ekspozoni në gjëra që doni të bëni. Është ëndër për të qenë realitet. Me qëse nga gëzimi ose nga gjëra që keni dhe mund të thoni fjalë më tepër, por në atë çka keni të bëni, sepse do t'ju duhet të bëni një biznes të ri, juve të kësaj shenje, e keni mundësinë. Doni që të lëvizni nga një shtet në shtet tjetër ose nga një qytet në qytet tjetër për marrjen e shtëpie atë nga bashkitë, ku diun se si funksionojnë andej, por ka diçka shumë të mirë në lidhje me mënyrën se si do vinë gjërat. Është koha juaj, është momenti juaj, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Është një moment mjaft pozitiv dhe tepër korrekt nga ana juaj. Në çështjet e dashurisë, duket se peshk virgjëresh, peshk shigjetar, është perfektja dhe idealja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj dite të martë. Ne rishikomi përsëri nesër me parashikimet të tjera. Na ndiqni. Unë Jorgo Pulla. Gjithë mirat.